Kujtohet shumë mirë se Pinuccio Tatarella ishte reformatori i lëvizjes së vjetër, Movimento Sociale Italiano, duke e shndërruar atë në Alleanza Nazionale, me një leadership të ri, dhe të ri në mosh, duke vendosur në themelet e kësaj force politike vlerat universale, si përgjegjësia ndaj institucioneve dhe toleranca. Ai arriti ta bënte këtë parti një nga shtyllat më të rëndësishme të qendrës së djathtë italiane.